Ka mundësi që i pëlqen një shoqe jotja që këndon, ke disa shoqe që këndojnë në Tallava, i pëlqen timbri pak më shumë se sa joti. Pra do më thonë ato nuancat. Mirë, e tirin telefon në kolegën i them ja. Burrim do me tani gjuzonin, ja, urdhra. Shumë e thjesht. E tirin telefon, po. Hani me këtë shtëpi, ha? Vetëm telefon, ndryshe jo. Jo. Më shku me një gjullaj kjo. Jo, në atë ambient se fatmirësisht burrim nuk është as i alkoolit, as i cigares. E kjo është fat që nuk e lidh asgjë me atë ambient. Me qenë se punon vite në Tallava. Si e koncepton një muzikë Tallava dhe si e koncepton ardhjen e njerëzve aty dhe pritjen e mysafirëve që dalin disa bija, na japin dorën, na përshëndesin, mirë se erdhe. A këtu më ke prek aty ku unë e kam shumë dëshirë, sidomos me diskutuar dhe madje publikisht. Unë si që thash, në për diaspor, kudo, kam ardhë shumë e re, kam punuar në këto ambiente që zhvillohet muzika Shqip, gjithku ku ka Shqip folës, dhe unë e kam arrit një kohë kur nuk i ke dhënë dorën askujt. Kam arrit një kohë kur ti gjeje 20 tavolina dhe më shumë. Do më thënë që kanë qenë prezent. Hyrja juaj ka qenë si speciale. Bravo. Por dilë që ju... Si që më prezentove ti mua këtu, edhe ne u ka dash me dalë pak ma me stil. Do më thënë, kur ka dalë një këngëtar me performu. Dhe jo pa qëllim edhe unë pak uftoha nga kjo punë. Se sot nëse ti je aktive në një mbrëmje shkon, në mbrëmje muzikore, si që quajmë tashmë Tallava, edhe më vjen keq për këtë term që ja kanë lënë, sepse muzika Shqip nuk përmbahet vetëm Tallava. Ka muzikë qytetare, ka muzika zbavice, ka balada. Cilin e këndon ti më shumë? Unë të gjitha. Të gjitha e këndoj. Dhe më vjen keq dhe më thënë që sot është ky sistem që si që kanë bërë. Ndoshta për leverdin e tyre nuk e di, por unë pak ndihem jo shumë komfort në atë ambient që ti duhet patjetër takosh gjithë sallën, t'ja hapësh dorën gjithë sallës, që ti dukesh se je këngëtare ose do performosh. A është kjo arsye që Selen Burrin më shku në Tallava? E ke gjetë pikën e dorës.